Mirë mbrëma, mirë se u kthyet miq të Vetëm Sport. Rikthehemi në episodin e radhës, në botrorin ton, në botrorin tashmë pa Gjermani dhe pa Holland. Filluan surprizat, filluan dështimet që do flasim më pas dhe për ndeshjet që do zhvillohen. Mirë mbrëma Geri. Mirë mbrëma Rugjero, vazhdojmë sërish me emocionet e botrorit. Botror me atë vërtet interesant dhe me shumë surpriza. Deshen bënim dhe falenderimin ton, falenderojmë Vodafone, rrjeti kampion i certifikuar sërish dhe këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe të celular. Faleminderit Vodafone. Siç e anunçova, tashmë ky botror është pa dy gjigant, që është Gjermania dhe Hollanda, Geri. Surprizë për të gjithë. Shumë surprizë. Dështim. Super dështim, pak më shumë për Gjermaninë. Duke parë kundërshtarin, po duke parë të kundërshtarin e Hollandës, duke i parashkruar të dy, them që është pak më shumë dështim për gjermanët, po edhe ato mbetën në fatin e penaltive, edhe nuk goditën mirë aty ku duhet ke pjesa e penaltive, gaboi Havertz, gaboi dhe Jonathan Tah që e përfundoi topin shumë larg, e çoi topin Gjermaniaj. Ndryshe nga ty Geri, unë do thoja që zhgënjimi ishte i barabartë për të dyja, sepse dakord Gjermania e kishte ndeshjen më të lehtë dhe Hollanda i çik më të vështirë duke qenë se ishte me Marokun, por duke ditë formën e ekipeve, Hollanda kishte formë më të mirë në këtë botror se sa Gjermania, që kështu balancohen gjërat edhe për mendimin tim janë dështime pothuajse të barabarta për të dyja, si për Gjermaninë, si për Hollandën. Ashtu si e pash ndeshjen, pash një Paraguay që bëri një lojë shumë të fortë me Gjermaninë dhe një lojë shumë të mirë duke parë kundërshtarin Gjermaninë, po e merituar dhe për mua pjesa e kualifikimit dhe duke dalë pastaj te penaltit, ishin më preciz Paraguay se sa gjermanët. Po, tash pjesa penaltive dihet don pak fat. Kushdo që të shkoj deri aty është lotaria, jo? Nuk kam diferenca ekipesh, sepse ke 11 metrash përballë, do shkosh ta gjush që ke dy opsione, o ta shënosh o ta humbësh, dhe kjo vlet si për lojtarë të mirë, si për lojtarë të dobët, domethënë nuk kanë shumë ndryshime. Po Gjermania duhet ta kishte kaluar këtë fazë, siç e tham, po duke ju rikthyer asaj që thash për Paraguayn në episodin e kaluar, thash Paraguay nuk është një ekip cilësor, po është ka pjesa atyre Amerikës Latine që të hapin punë, luajnë fort, mbyllin zonat mirë, mbrohen fort, bëjnë dhe goxha faulla për të prish lojën, pavarësisht se përpos gjithë tyrave Paraguay pati edhe ca momente të mira, të vetat në krah të djathtë, sidomos pjesën e parë e vuri vështirësi Gjermaninë, po që në overall do me përgjithshme si themi ishte që Gjermania e kishte në dorë lojën, domethënë po e menaxhonte, po nuk arriti dot të shkonte aty kjo objektivi, të fitonte ndeshjen, të kalonte më tej. Okej, shkojmë me ndeshjet e tjera të luajtura. Vazhdojmë me Brazil-Japoni 2-1, Sano, Casemiro dhe Martinelli. Për Brazilin në minutat e fundit. Po, Brazil-Japonia ishte ndeshje shumë e bukur edhe i kapi pritshmëritë, se gjithë e prisim me përballje të bukur, duke ditë edhe paraqitjen e mirë, shumë të mirë madje të Japonisë që ka bë. Brazili e filloi ndeshjen ashtu siç e pashun për t'i treguar Japonisë që deri këtu e ke rrugën. Po që pati vetëm pak minuta të fillimit, pastaj Japonia e mori vetën, edhe po e përballonte goxha mirë dhe shfrytëzoi edhe një gabim të nuk e mbaj mend Casemiros më duket, në mes fush, humbi top Casemiro nga ato zonat që quhen shumë të problematike të shtopin, edhe Japonia ndëshkoi shumë i bukur goli, e shkoi 0-1. Aty filluan problemet Brazilit, në sensin që tash duhet të përmysësh ndeshjen se e Brazili. Edhe po pjesa e dytë pastaj u duk që
Brazili do shkonte drejt fitores, sepse rriti trystin, rriti presionin, filloi e vuri në vështirësi Japonin, edhe barazoi edhe po nuk është se pritesh një përmbysje lehtë. Të paktën gjithë mendum që kjo ndeshje po shkon shtesë, po që minutat e fundit pastaj arriti kualifikimin. Rasti minutë fundit i Martinellit bëri që Brazili të kualifikohej në fazën tjetër, por mua më pëlqeu loja e Japonisë dhe ajo çka dha Japonia për gjithë ndeshjen, bëri një lojë shumë cilësore, me një grup i mbledhur, lojtar me të vërtet shumë për të vlerësuar dhe me pak fat dhe Brazili bëri të arrinte në fazën tjetër duke marrë shkas nga goli në minutat e fundit. Dhe një paraqitje më pëlqeu shumë edhe portieri të Japonisë, Suzuki. Spektakolar gjatë gjithë ndeshjes, edhe me disa pritje shumë të mira gjatë ndeshjes. Suzuki është një portier i Parmës, që të kam thonu që fshi vetë dhomën e zhveshjes, rregullo bluzët ku luke Parma, atë edukatën japoneze. Po unë kam një përshtypje ke Japonia luajti goxha mirë, domethënë ashtu siç e pritshim ne, po që dojnë një aspekt, ose ajo pse që doj unë, të paktën mënyra si e pashun, se çdo kush e shef ka këndvështrimin e vet, kam përshtypjen që Japonia po ta kishte ngrënë më shpejt golin e barazimit, do ishte më në gjendje për të pa ndeshjen që ta ndëshkoj prap Brazilin e tjerë. Po me kalimin e minutave filloi duke lëshu terren Brazilit, duke menuar që se mund të shkojë 1-0 për ne kjo ndeshje, edhe i bën golin ato që barazuan. Mbas barazimit pastaj Brazili e shtyu shumë mbrapa komplet Japonin, edhe vuni shumë presion edhe filloi duke e vujt shumë Japonia, edhe u lodh që domethënë bëri çik përshtypje se Japonia është ekip shumë fizik, po i bëri shumë presion. Ajo që kam pëlqeu edhe ke trajneri japonisë që pasi mblodhi ekipin, ju jeni heroj nga ajo që ka treguar ata gjatë gjithë lojës dhe ndeshjen e humbët prej meje në gjatë deklaratës për shtyp të trajnerit të Japonisë. Nëse ajo është deklaratë kështu ala japoneze, domethënë që marrin përgjegjësitë e veta me atë për ulësinë e vet. Po që të eliminohesh 2-1 në minutat e fundit nga Brazili, nuk është çudi. Japonia për mendimin tim bëri rrugtim shumë të mirë. Shkojmë me ndeshjen tjetër. Bregu i Fildisht Norvegji 1-2, Nusa, Diallo dhe Haaland. 5 gola. Haaland në renditjen e përgjithshme. Bregu i Fildisht me Norvegjin, unë e pash ndeshjen, edhe po e shifsha me kujdes sepse e pritësha si ndeshje të fortë. Duke ditë që të dy ekipet janë fizike, ndëshkoi fillimisht me Nusën ajo Norvegjia me një gol shumë të bukur. Po nuk vonoi shumë kur u barazu ndeshja dhe aty u hap çdo gjë. Dhe për mendimin tim nuk është se pati një fitus moral performance gjatë lojës, që thush, ky e meritonte, shkoj ndeshje aty të themi, pavarësisht se Norvegjia zgjidhi me golin e fitores, që shënoi Haaland, i goli lehtë për Haaland, si ishte sa për ta shtymë porë, domethënë aty ku i doli topi. Po që në fund gjës, Norvegjia ecën përpara. Shkojmë me ndeshjen tjetër. Francë-Suedi 3-0, Mbappé 2 gola dhe Bargola. Japim përshtypjen shumë të mirë që mund të jenë kampion bote, le të themi, Franca. Shumë ekip i mbledhur. Këtë e kemi thënë që Franca është pretendenti numër 1, pak edhe për mua është pretendenti numër 1 me ato çka po jep. Kapacitetet e veta dhe me lojtarët që ka, është pretendenti numër 1. Mbappé shënoi 2 herë, barazoi Mesin me 6 gola. Messi ka ndeshje më mangut. Dhe
Suedia ishte pa fuqishme. U mundu sa filloi loja gjëja me bëj çik pressing ato do me vu vështirësi Francën, po që Kishte një dy gjytet mira e Gyökeressi, po ishin pa... deri aty, pastaj Franca mori frenat e lojës në dorë edhe filloi duke marshu në sensin e saj të vuni përpara Suedin. Shon edhe i gol tjetër Mbappé në fillim, po ishte në pozicion pa rregull. Edhe fitoi pastër. Nuk e di, po Franca bëri një paraqitje të radhës shumë të mirë, treguan edhe një herë që kanë një disiplinë sportive shumë të mirë, lojtarët dhe një harmoni mes lojtarëve mes një tjetër shumë të mirë. Vrapon Mbappéja me atë liderin e skuadrës dhe Francë shumë simpatike në ecurinë e botrorit. Shkojmë me ndeshjen tjetër, Meksika-Ekuador 2-0, Quinones dhe Jimenez në orët e para të mëngjesit. Po, Meksika, siç e tham, lutet para publikut vetë dhe do shfrytëzote shumë atë elementin e fushës vetë dhe tifozërisë vetë. Filloi shumë vrullshëm dhe me aq sa e pash neshën unë, Meksika e kopsiti neshën që minutë 30, që shënoi 2 gola. Dhe pastaj më shumë u mor me menaxhimin e ndeshjes, që për mendimin tim e menaxhoi mirë, nuk u vune erë në vështirësi, s'pati kështu momente dobësie, si të themi. Edhe një 2-0 i pastër, ndërkohë Ekuadori nuk doli dot aty kei Ekuadori pa me Gjermaninë. Edhe aq dha nuk e përballonte dot Meksikën, pati edhe i karton të kuq minutat shtesë dhe me sa më mend ishte kartoni i dytë i kuq ky. Jo i kuq që futet rregulloria për atë vendosjen e dorës. Sepse lojtari i parë ishte kavja e parë, si me thonë, e kësa rregullore ishte i Paraguajt, me dhe neshe Paraguajt, nërsa ky ishte rasti i dytë, domethënë për rregulloren e re që nuk do të flasësh me dorën përpara. Edhe doli me të kuqe, po që këtë t'ja themi ndjekësve tonë, rregulloria është e tillë që nuk është automatikisht në momentin që vet dorën këtu përpara, del me të kuqe, sepse duhet parë dinamika pse vendos dorën përpara, sepse shumë pati edhe i rast Beligami, që po fliste dhe vuri dorën përpara, po ishte duke folë me shokun e vet, domethënë. Kjo është më shumë për këto kur ka ngacmime mes dy lojtarëve kundërshtar edhe që mund shajnë njëri tjetrin edhe që vendosin dorën dhe këtu del automatikisht me të kuqe. Ndërsa në raste të tjera që kuptohet që nuk është se po ofendojnë njëri tjetrin, po ka një shkëmbim të fjalësh me shokun e skuadrës së tjerë, do tolerohen, po që është dhënë direktiva që nuk do hipen kartonat kuq, ndërsa kur ka kështu ngacmime mes kundërshtarëve është automatikisht e kuqe me rregulloren e re, edhe ky ishte lojtari i dytë kjo ndeshje. Vazhdojmë me ndeshjet e radhës që do të zhvillohen me ndeshjen Amerikë-Bosnja-Hercegovina. Duel shumë i fortë dhe të them që do ketë shumë emocione. Amerika me Bosnjën, unë e shoh krejt ndryshe nga ty Gero. Shofi fitore shumë të lehtë Amerikës. Jo. Nuk besoj, them se kjo do jetë surprizë, them se do japin mirë bosnjakët për ta nxjerrë një ndeshje të tillë, duke parë edhe stimuli që patjetër që jep nxjerr Amerika, po se të shkojmë me Ballkan kësa herë fiton Bosnja. Unë nuk e di, e shoh Bosnjën jo shumë kondicion të mirë. Duke krahasuar dhe me ndeshjet që ka bërë Amerika, them se Bosnia do vujë shumë edhe e shoh fitore të lehtë për Amerikën, mendoj. Mund të them një 12-0 për Amerikën. Okej, unë shkoj 0-0 në shtesë, kualifikohet Bosnia. Shkoj me ndeshjen tjetër, Spanja-Austri. Spanja-Austri. Spanja është një nga ato ekipet që u bë vite që kur futet botror hyj si pretendent. Austria nuk është se ka një ekip që thosh që mund t'i has vështirësi Spanjës.
E vetmja ngërç që mund ta qush, jo ngërç, po që mund të ketë problem Spanja është në një vendosje shumë e dëndur e Austrisë në mbrojtje, edhe që mund të vujë me nxjerr golin e parë. Besoj ndeshja këtë drejtim do shkojë, se Austria nuk kam përshtypjen nuk do guxojë ta sulmoj Spanjën. Do e presi. Edhe Spanja duhet shënoj shpejt që ta çbllokojë ndeshjen, se me kalimin e minutave Spanja e vu këtë, pastaj kur kalon minuta 60 edhe ka bë 78 sulme dhe s'ka bë si gol, filloi e vuj çikta. Po kam përshtypjen që Spanja do zgjidhë qyp pjesën e parë, domethënë do i shënoj qyp pjesën e parë. Edhe e shoh një 4-0 për Spanjën. Okej. Unë marrë shkas nga ecuria e Spanjës në grupe, shkojmë një fitore të Spanjës 2-0. Shkojmë në ndeshjen tjetër, shumë e fortë, Portugali-Kroaci. Portugalia me Kroacinë, shumë. këtu janë të dy emra të fortë në letër, madje edhe të barabartë mund të themi si emra. Se Kroacia dihet me traditën e vet, Portugalia po e njohim kush është. Ndërsa si kondicion Portugalia është i çik më mirë se Kroacia. Plus ka dhe momentin e gjeneratës që Kroacia po e vuj çik në ndryshim nga Portugalia që ka shumë element mirë. Mendoj që mund të jetë i fitore Portugalisë, po që kam frikë që kjo do zgjidhet në shtesë. Pastaj po nuk u zgjidhen në shtesë, i bi që të dyja janë për kualifikim. Do shkoj me 1-1. Okej. E jap surprizë prap, fiton Kroacia 0-1. Shkojmë në ndeshjen e radhës, Zvicër-Algjeri. Zvicër-Algjeri. Zvicra nuk është se ka të lehtë. Algjeri nuk është se ka të lehtë. I shoh të dyja me një nivel. Edhe kjo ndeshje nuk e di pse mendoj që Algjeria. Jo, kam një nga ato parashikimet që më vjen kështu në sekond, nuk e di, pjesën e parë këtu ka një të kuqe Gerojer, ke Zvicër Algjeri, ndërsa si rezultat, si parashikim, po them një 2-1 për Zvicrën. Unë shkoj me një 0-1 për Algjerin. Shkoj me ndeshjen tjetër, Australi-Egypt. Australi, Egypt, piramidat me kangurin. Për plasje kjo. Po që piramidat kanë më traditë në futboll se sa kanguri. Të paktën Egypti në këndvështrimin tim ka ekip më të mirë se sa Australia. Vetë pikpyetje madhe ishte Salaja, po Australia është ekip fizik, siç e kemi thënë, po këtu parashikimi im shkon për Egyptin. Okej. Kam përshtypje që fiton Egypti 0-2. Edhe unë fiton Egypti 1-2. Shkoj me një ndeshje tjetër. Ekipi zemrës, Argentinë-Kape Verde. Ekipi i gjelbër. Argentina me Kepin. Shpresoj që Argentina këtë Kepin ta fusi këtë cepi. T'ja hy domethënë me gola, shpejt që mos lodhen qyp pjesën e parë madje. Edhe bookmakers ata kanë qytë si ndeshje kështu pa histori fare. Edhe kështu pritet tjetë, duke pas parasysh peshën e dy ekipeve, po që Geri, ne si tifoza me shumë pasion, kepi, po është neshë do të fitu Geri, se po na bot një surprizë edhe të dalim nga shtëpia në tetor pse. Mos dalim mo të rrim mrena pse po na rafi kepi. Si rezultat,
Po them Messi 2, Martinez 1, edhe do thoja Enzo Fernandez u bën 4, 4-0. Okej. Unë krahasim me ty 5-0. 2 gola Messi. Shkojmë në ndeshjen tjetër. Kolumbi Gana. Kolumbi Gana. Këtu shoh Kolumbin goxha të favorizuar. Kam përshtypjen që Gana deri këtu e kishte të hapin. Mendoj që nuk do hasi shumë vështirësi Kolumbia me Ganën, edhe një parashikim im është 3-1 për Kolumbin. Unë shkoj me një 0-0 në shtesë Kolumbi Gana. Okej. Kanada, Marok. Kanadaja Tu merr fund me Kanadaja me Marokun, po të shikojmë dy ndeshjet pararse që erdhën këto të dy ekipe deri këtu, i bi që Maroku mos ta diskutoj fare Kanadan, po fare. Po që është ndeshje për të luajt. Është ndeshje për të luajt edhe një fitore ngushtë Maroku, them unë 1-2. Unë do shkoj me një 0-3 për Marokun. Shkojmë në ndeshjen tjetër. Dhe të fundit, Paraguay, Francë. Paraguay, Francë, kjo është ndeshje pastaj Geri që i bitë të jetë për raundin tjetër. Edhe unë këte do t'a jap i fitore shumë të thellë Francës, digu 5-0 Geri. Se Paraguay deri këtu e ka dhe Franca shumë e fortë për t'i bërë ball Paraguay, edhe me curin që ka bërë Franca, me entuziazmin që ka dhe me moralin që ka, do edhi shkatrim për Paraguay, unë kam përshtypje, për neve them një 5-0. Okej, unë shkoj me një 3-0 për Francën. 3-0 për Francën. Ndërkohë kanë ardhur Geri edhe shkarkimet e tjera ose dërheqjet e tjera, se tashi thash, botrori është i bukur, po është edhe shkurtim veni pune. Ta thasha në kalume, mbas listës që patëm episode e kalum, i shtohet dhe Kuman i Hollandës, që jep dërheqjen, trajneri i Tunizis, gjithashtu, dhe trajneri i Ekuadorit. Dhe kjo është bërë kështu tash, kush eliminohet, ikën trajneri. Domethënë, ka pas goxha shkarkime, nuk e dim si do shkoj mëtej, po që do presim ndeshjet në vazhdim, edhe janë ndeshjet gjitha për mos të humbur, për të ndjek, dhe deri atëherë besoj do ketë, uroj të ketë dhe surpriza, jo ke Argentina Geri, lutem, të ketë surpriza që të kemi edhe me çat merremi ne dhe tifozërit, si në për kafe, çunat me gocat, si në për studio, ku do qofshin, futbolli për ne është i bukur. Okej, besoj se erdhi fundi. Kemi falenderimin tonë për Vodafone, falenderojmë Vodafone, rrjeti kampion, i certifikuar sërish edhe këtë vit për eksperjenca më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Ndërkohë gjithashtu ju falenderojmë që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, ku për ju nuk është asgjë, për ne është shumë, dhe të na ndiqni në rrjetet tona sociale, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Dhe do takohemi sërish episodin e radhës për të diskutuar ndeshjet që do zhvillohen ndërkohë këto ditë, edhe për të parë nëse do ketë surpriza ose jo. Natën e mirë miq nga Vetëm Sport.